Historia e ITE Group është historia e përkushtimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Histori që nis në vitin 1995. ITE fillimisht u konceptua si një sipërmarrje instalative në fushat e telekomunikacionit dhe instalimeve elektrike, me fokus kryesor në objektet civile. Me rritjen e kërkesave për materiale instalative dhe mungesën e një tregu profesional, u bë e nevojshme krijimi i hapësirave për furnizim direkt nga importi, me shitje në pakicë dhe shumicë, duke vendosur bazat e një rrjeti të qëndrueshëm tregtar. Rritja e kërkesave për produkte të përgatitura jashtë kantiereve solli krijimin e departamentit të asamblimit të paneleve elektrike. Ky sektor u zhvillua gradualisht në një njësi të pavarur prodhuese, duke u fokusuar në partneritetin me Schneider Electric dhe duke u licencuar si panel builder deri në kapacitetet 4000 amper. Rritja e kompanisë kërkoi një strukturë të re organizative me disa nivele administrative dhe inxhinierike, duke integruar logjistikën me administratën në një qendër të vetme. Rritja e projekteve madhore solli nevojën për ndarje të veçantë të veprimtarisë inxhinierike. Kështu u krijua ITE Engineering, me qëllim menaxhimin e drejtë për drejtë të projekteve komplekse dhe rritjen e efikasitetit teknik. Në këtë periudhë u realizuan disa nga projektet më të rëndësishme të kompanisë. Në kuadër të strategjisë së zgjerimit rajonal, ITE kaloi aktivitetin e saj të konsoliduar edhe në Kosovë, duke themeluar ITE Kosova. Në bashkëpunim me partnerë lokal, kompania ka siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe prezencë të fortë në tregun e Kosovës. E kështu, historia vazhdon vit pas viti. Ngrihet një rrjet tregtar me qendra magazinimi në Durrës, Fier, Shkodër. Shtohen pikat e shitjes në Tiranë. Hapet showroom-i i parë në Tiranë. Krijohet Departamenti i Energjisë Rinovueshme, ku në përgjigje të zhvillimeve për prodhim energjie nëpërmjet paneleve fotovoltaike realizohen disa projekte. Sot, ITE Group paraqitet si një kompani e konsoliduar dhe suksesshme në sektorin elektrik, me një veprimtari të gjerë që mbulon të gjithë zinxhirin e vlerës, nga shpërndarja e materialeve deri tek implementimi i zgjidhjeve teknike. Është sot një prej aktorëve kryesor në distribucionin profesional të materialeve elektrike dhe elektronike, përmes përfaqësimit të markave më të mirë njohura ndërkombëtare.